Mirëmëngjes. Jemi rikthyer në Radio Travel dhe Premium Channel me Zgjoh po desha. Do vazhdojmë të flasim për temën tonë, ne filluam pak të diskutoni me njëri tjetrin këtu. A na ndryshon energjia me ndryshimin e stinëve? A duhet të ndryshojmë rutinë çdo 3 muaj? Por për ta zgjeruar pak më shumë bisedën, kemi kënaqësinë të kemi në studio Ori Kuçi si për Marse. Mirëmëngjes Ori. Mirëmëngjes. Çfarë buqete bukur sot. Oh, faleminderit. Është 2 mars, ka ardhur pranvera, kështu që ku më bukur domethënë me 3 vije. Kemi çelur Patjetër, Tani me shërin e pranvera edhe ne prandaj e kemi enkas këtë temë. Ne në fakt kemi qenë në orën 6 të mëngjesit sot. Po, shiko, për të fu direkt në temë, natyra është treguesi më i mirë, është mama, kështu që nëse pranvera na bën të çelim, ajo është edhe mënyra se si ne vim në jetë, vim në pranverë, vim më me energji, më me kemi mbjellur, kemi pastruar, kështu që jemi më të qartë. Pastaj kur çosh edhe në 6 mëngjesit, spektakël. Pastaj beson vërtet që ndryshon energjia dhe si në çfarë? Po, unë mendoj që po, sepse siç e thash, natyra është mamaja, është ajo që na tregon, universi na tregon, i ka gjitha kodet brenda vetes, edhe kur ndryshon natyra pse jo dhe ne, domethënë. Pra, fakti që kemi 4 stinë në një lloj farforme natyralisht na organizon, pra pranvera është një stin ku ne çelim, kemi plane, kemi projekte, absolutisht. Jemi zgjuar nga një dimër i gjatë, i ftohtë, i përgjumur. Po jemi më të organizuar apo më të shfrenuar? Po unë do thosha që jemi në lindje, pra, kemi krijojmë ato projekte, krijojmë dëshirën për si do vazhdoj viti, e kupton? Vera është më e thon kështu popullor që më gallat, është më e nxehtë, ka një energji tjetër, ka një energji sfilitse dhe sfiduese. Vjen më e qetë, ashtu si pemët lëshojnë gjethet e veta, ashtu dhe ne jemi të ftuar, të thritur, që të qetësohemi në çik, të reflektojmë. Vjen dimri për nga natyra, është i ftohtë, na do që të rrim të ngrohtë, aty mbyllur. Tani aty në dimër a bëhemi ne thjesht për tac apo është frekuenca e tokës dhe kjo ndryshimi i ditës dhe i dritës që na ndikon dhe s'duhet të ndihemi fajtor për këtë gjë? Jo, unë mendoj që s'duhet të ndihemi fajtor, sepse është natyrale, ashtu si natyra vetë fle. Pra, nuk ka gjelbërim, dielli është më i pakët, uji vjen në një formë më të madhe nga qielli, pra na kërkon që të strukemi, të rrim aty. Edhe patjetër që edhe frekuenca është më e ulët, sepse kërkon absolutisht që ne të pushojmë, pra të rrim, edhe kur vjen kjo pranvera, edhe unë e dashuroj gjuhën tonë shqipe, siç e ka fjala vet, pranverës. Pra, fillojmë që të zgjohemi, ashtu si ata kapshët nga gjumi letargjik. Ori, tani përgjithsisht njerëzit në këtë periudhë ndjehen pak të lodhur derisa të fillojnë të marrin atë ritmin e tyre, edhe të ecin bashkë me pranverën. Justifikojnë me këtë ndrimin e gjakut gjithmonë. Kjo ndrimi i gjakut që në fakt unë asnjëherë s'e kam kuptuar si termin, domethënë se merr gjak. Ka njerëz që kur kanë qenë të vegjël e kanë menduar sikur ja u marrin. Tani lodhja është një lodhje krejt natyrale apo ka të bëjë me bllokimin e disa energjive, zhbllokimin e tyre pastaj me kalimin e ditëve gjatë pranverës? Nuk doja të dukem ripërcëritse, po është fiks kjo që tham, pra, është tamam ashtu si kafshët dalin nga gjumi letargjik që kanë atë shtriqen e tyre. Bëjmë ne pak stretching. Po. Është një lloj para përgatitje për vazhdimin e një stine më me diell. Dielli është energji shumë e fuqishme, është energji maskullore, ka nevojë, dita është më e gjatë dhe dielli duke qenë se është energji maskullore ka nevojë për fuqi, për veprim. Dhe ne jemi më gjatë në të jetuarin se sa në gjumë, e kupton? Kështu që ndryshimi i gjakut besoj që biologjikisht duhet të ketë një sens, nuk e di. Po, është një rilindje, pra. Është rilindje, pra, është mënyra plus që ne e dim që shumë nga organet tona kanë kohë të ndryshme ripërsëritje me muaj, me vite, kështu që mund të jetë një proces që trupi jon nga një gjumë i thellë me të gjitha ato lodhjen që vjen edhe nga ftohtia, një farë plagështie. Fillojmë tani edhe çelim, prapë shkrim te natyra, edhe natyra lind tani me gjithë ato sythet e vetë. Po si t'ja bëjmë, më fal, kush? Jo, s'ka gjë, vazhdo. Po mirë, po vazhdojmë. Pra, merruni me njëri tjetrin. Një orë ndërkohë, më thuaj pak mua të lutem, me këtë ndryshimin e stinëve. A duhet ta ndryshojmë drastikisht rutinën dhe nëse po?
çfarë ndryshimesh mund të ishin ndryshimet kryesore për të përshtatur me Stinën, për të qenë në sinkron me të? Unë do thosha edhe nëse jo, se jo nuk ka rregulla. Për mua nuk ka rregulla. Do me thonë, unë mendoj që rregulli kryesor që duhet kemi secili nga ne është njohi trupin e vet, ta dëgjoj atë dhe ta interpretoj në bazë të nevojave që secili nga ne ka. Do me thonë, unë mendoj që rregulli vetëm në këtë univers është që nuk ka rregull, për shkak se ne dëgjojmë, besojmë dhe interpretojmë nevojat e trupit tonë. Trupi jonë është një makinë. Ne ashtu si kemi nevojë apo e dim kur ajo ka nevojë të bëjë rregullimet e veta, vaj filtra ku diun ça, ashtu jemi edhe ne. Patjetër. Kështu që për mua rregulli kryesor është të duam veten, të kthehemi te ajo dhe të japim fokusin asaj gjë që na bën ne të ndihemi mirë. Sepse mendoj që kur unë ndihem mirë, patjetër që edhe në marrëdhënie jap pra nga ana ime reflekton. Patjetër. Kështu që unë nuk jam për këto të bëjmë palestër, të bëjmë këtë, sepse në vizionin tim kjo është më shumë një dëshirë për vëmendje, për të dukur, për të treguar të tjerëve që shikush jam unë. Dhe mendoj që kjo është frekuenca më e keqe që i krijojmë apo i lejojmë vetes na hy kur përpiqemi t'i tregojmë botës kush jemi, kur përpiqemi t'i tregojmë të përmbushim ato nevojat që ata kanë që të na shohin ne. Ndërkohë që secili nga ne është kaq i bukur dhe kaq unik. Nuk është kjo është një arsye edhe unë erdha sot me flok lagur sepse në kuptimin e ditës është mëngjes, nuk mund të jemi perfekt që mëngjes. Come on, është e pamundur, no? Po i ke shumë bukur. Patjetër, sepse kam vetbesim. Sa mirë. Shkon edhe me stile. Na kanë gënjur shumë ato reklamat që shikonim atje ngriheshin në mëngjes, pinin atë lëngun e freskët. Ngrihen kështu. Të kreu nga parukeria. Jetojmë me shekuj në një gënjeshtër shumë të madhe, kështu që s'është më mirë mos i themi gjithë atë vërtetë. Jo, më pse mos i themi, bota ka nevojë të zgjohet. Ta marrim pak më lehtëm. Ori, çfarë bën ndryshe ti në pranverë? Si ndryshon rutina jote? Unë jam një meteopate, me thënë drejtën, unë kam shumë, më ndikon shumë natyra dhe moti dhe kam lindur vetë në maj, kështu që po më vaki dhe justifikohet. Është tina jote. Është tina ime. Unë e dashuroj atë fladin e mëngjesit, atë nuk diun, ai dielli që është sa shpotitës, po ndërkohë të ke dhe një lloj freskie, domethënë që duhet të jesh shumë ke shpirtërisht që mos ta përqafosh këtë lloj ndjesie. Unë në pranverë përpiqem të qesh shumë. Më pëlqen shumë të eci në natyrë zbath, mundësisht. Biles edhe aty te puna ime vjen sa ngrohet në koha, shumë herë njerëzit më shohin unë jam zbathur, edhe pse nuk jam tamam. Fal ku puno. Kam një biznes timin. Okej. Bon, jam mirë, shefja mund të zbathur. Jam në marrëdhënie me publikun, kështu që po, është edhe në kulturën japoneze kjo, si praktik. Qesin më shumë zbathur. Përpiqem të jam shumë e tokzuar, sepse unë sigurisht që besoj te energjitë, ne të gjithë jemi energji. Po. Nëse ne të gjithë do e besonim energjinë kaq shumë, toka do e kishte frekuencën shumë më të lartë dhe më ndryshe dhe më shpejt. Dhe nuk është e rastishme që po ndodhin gjithë këto gjëra, gjithë këto luftra, gjithë këto pikërisht sepse ne kemi nevojë që të na hapen portalet edhe të kuptojmë fuqinë që kemi. Domethënë atë fuqinë që ja kemi dhënë atyre që drejtojnë, në fakt ne duhet ta marrim te vetja dhe kthehemi në fillim bisedës, nëse secili nga ne do ndiqte rregullin e vetëm, që është unë jam, jo në kuptimin e individualizmit, po në kuptimin e ekzistencës, pra e vetë respektimit, patjetër që fuqia nuk do ishte e përqendruar apo e monopolizuar siç ndodh, me shpirtin, me jetën, po edhe me ekzistencën tonë. Tani, se po flisim për këta njerëz që punojnë në zyrë, ka njerëz që duhet të punojnë 8 orarësh edhe kështu me radhë, duhet të jenë produktiv të gjitha ditët e vitit sepse kanë punët e tyre, angazhimet e tyre, dhe duket sikur kjo i largon një çik nga të qenit afër natyrës. Si mund ta integrojnë ata këtë ciklin natyral që ka vetë jeta, po themi Stina, pa rrezikuar këtë rutinën e punës që kanë çdo ditë. Do e bëj pak me humor, po si themin e prap në gjuhën tonë të bukur shqipe, shaka e gjysmë të vërtetës. Unë personalisht mendoj që një njeri është produktiv maksimumi 4-5 orë në ditë, që jep maksimumin e vet. Është opinioni im.
Dhe edhe unë kam një biznes, punoj me njerëz, në përgjithësi jam lider, nuk jam shefe, jam e para që pastroj dhe bëj kafe, kuptimin e parë të fjalës. Dhe nëse unë do kisha një strukturë me shumë njerëz që punojmë së bashku, me shumë gjasa do e kisha kriju një 2 orësh mbas drekës që njerëzit shkonin edhe të gëzoheshin për fatin ton të mirë, kemi ende një cop tok që quhet liçeni. Dhe personalisht do kisha bërë të pamundurën që njerëzit ishin më në natyrë. Nëse kjo do ishte utopike dhe shumë njerëz do thonë çfarë thon kjo, i kuptoj, nuk ka asnjë problemi. Do të kisha ftuar që të kishte shumë lule në zyra në punë. Sepse në fund të ditës po ta vini re, e hëna është një ditë e tmerrshme për të gjithë. Çujtërisht unë të hënën nuk bëj asnjëherë asnjë gjë, sepse nga që gjithë duan t'i bëjnë gjithë atë hënën, po ta vini re asnjë nuk bën asnjë gjë. Nuk e di, ju ftoj ta mendoni. Kështu që edhe ky abuzimi i tetorarshit për mua është komplet një pjesë arme e sistemit kapitalist, sepse e dim të gjithë edhe në partneritet, edhe duke bërë dashni, ti s'rri dot tetor me Europë. Edhe me prindrit i s'rri dot tetor vazhdimisht. Pra është natyrale që ne kemi nevojë që të ndryshojmë sistem, ajër, të shkojmë prapë te vetja. Kështu që ftesa ime, lërini krahët tuaj të bëjnë një orë pushim, edhe pastaj njerëzit e zgjedhin, dikush shkon në liçen, dikush rrit te kafja. Kjo është çështje personale pastaj. Meqense përmendëm edhe dashurinë, si është kjo periudhë për dashurinë? Pranverë mo. Në të gjitha dimensionet e saj. Tu hajde ta fusim atë gjakun që ndryshon këtu se pëlqen. Kur na intereson. Se Leverdis ka bika mirë këtu. Mendoj gjithashtu që me pranverën thash vjen buzëqeshja, vjen një lloj ndriçimi, kështu që nëse e lejojmë veten timi më të hapur, patjetër që energjetikisht kush është për të ardhur vjen, po edhe kush është për t'ikur ikën, se duhet ta bërë vendi për atë gjën që duhet jetë e vërteta. Unë mendoj që dashuria, unë ndjej që dashuria është e vetmi rrugë. Edhe sikur ne mos ta shisnim edhe atë, sa bukur do ishte, domethënë. Sa kënaqësi, ashtu si pranvera, vera, zogj, lulet, uji, toka, qielli dashurojnë njëra tjetrën dhe nuk ja zën vendin, po lë secilën të rrihet në atë hapësirën e vet, në atë formën e vet. Ashtu do ishte shumë bukur që edhe ne mos ta shikonim njëri tjetrin si rival, po ta shikonim as si plotësues, po ta shikonim si njerëz që udhtojnë bashkë, pra ecin bashkë. Dhe gjitha kjo prapë shkon te dashuria që kemi për veten, nëse unë dua veten, pa diskutim që të dua edhe ty. Unë nuk mund minimalisht nuk të bëj dot keq, e kupton? Sepse ti je unë. E vërtet. Kurse në momentin që ne jemi me ego, unë ti tregoj atij apo asaj etj, në fund të ditë bravo, është e lodhshme. Është e gabimeve kjo? Për mua jo. Jo. Kjo është stina e strukturës. Kjo është stina ku thash ne zgjohemi dhe themi okay, ku jam, kush jam dhe ku do shkoj. Me verën e marrim më me entuziazëm. Vjeshta na bën të reflektojmë, kthehemi prapë, themi okay, çfarë bëra këto 6 muaj, sepse kam 6 të tjerë. Ka një formë reflektimi. Po, në sistemin tim po, sepse duke e përkthyer gjithmonë në mënyrën se si natyra reagon vet, pra si do thoshte një nga poetët e mi, po jam e sigurt jo vetëm, preferom Rumi, nuk mund të mërzitemi pse nuk çelin lulet në 10 orë. Çdo gjë ka kohën e vet. Po, është e vërtet. Mirë, meqense përmendë Rumin tani dhe unë dua të qëndroj sa e përmendëm edhe tek pjesa e parë e temës së ditës. Po, pyetja e radhës është për alkoolin. Sa bukur më pëlqen kjo pyetje. Jo. Më pëlqen. Do flasim për këto përvojat shpirtërore që ka njeriu, meditimin. Pra, a është kjo stina, meqense ne jemi në pranverë dhe kemi kanalizuar diskutimin ton për pranverën tani, a është kjo stina kur në fakt njeriu duhet bëhet veçanërisht i ndërgjegjshëm për energjinë e tij dhe për fuqinë e madhe spirituale që ka brenda vetes, për të përballuar ditën e vet, po edhe vitin shumë më mirë. Dhe a duhet në fakt edhe ti? E mira është me qenë gjithë vitin në Francë.
Shiko Franci, prap më pëlqen pyetja jote sepse unë do ta përdor për të thënë atë që dua unë. E kuptova. Pa përgjigje. Pa tjetër që pranvera është një stinë e thamë, pra që natyra është më babaxhan, është më mikpritse dhe ne duke qenë se jemi të shtokëzuar, ne jemi do e nis nga fillimi. Ne jemi pjesë e të gjithës, okay? Dhe që kur Homo sapiensi filloi të vishej, pra me plastik, me dru, me lëkurë etj, ne humbëm tokëzimin. Humbëm fuqinë tonë për t'i dhënë, për të lëshuar, për të pastruar energji që nuk janë tona. Dhe mama tokë është aq e mirë, është madhështore, është mama, e kupton? Ajo na I merr këtë energji, I kthe në dritë edhe etj. Dhe ne që kur kemi filluar të vishemi dhe të shkëputemi për saj, automatikisht jemi ngjitur në ajër, dhe duke u ngjitur në ajër, njeriu bëhet individualist, bëhet materialist, pra nuk është më në rrjedh. Njeriu bëhet më I ftohtë, më pak empatik, bëhet unë, nuk është më ne, e kupton? Dhe duke qenë se pranvera na krijon hapësirën, na jep barin, na jep diellin, na jep ngrohtësinë, nuk na jep atë lagështinë e dimri, ne jemi të ftuar të jemi sa më shumë në lidhje me të. Dhe të rish në tokë është puna më e mirë që I bëjmë vetes, edhe fizikisht, edhe mendërisht, pa diskutim edhe shpirtërisht. Unë nuk jam shumë me këto rregullat, jo medito, jo mos rri kaq orë këtu, bë këtë, duhet bësh këtë që të pastrohesh, për mua kjo është një formë tjetër se si spiritualizmi është shitur, se si njerëzit pa faj e kanë kish kuptuar dhe spiritualizmin. Si mund ta programosh nëse është spiritualizëm? Domethënë nuk bëjnë sens të dyja bashkë. Mendojnë edhe që spiritualizmi mund të jetë një lëvizje apo një fe. E thos fjala vet, spiritualizëm do të thotë të njohësh që ti ke një shpirt, pra. Dhe në momentin që ne e njohim që kemi një shpirt, shkojmë e dëgjojmë atë dhe duke dëgjuar atë dëgjojmë zemrën, dëgjojmë trupin etj. Unë jam një personazh që më pëlqejnë ritualet, përqafoj shumë ato amazonike, kam shumë eksperjenca me to dhe eksperjenca me to më ka bërë të lidhem edhe më shumë me natyrën. Eksperjenca me to më ka bërë të kuptoj që gjitha përgjigjet ne kemi brenda vetes. Eksperjenca me to më ka bërë të kuptoj që ne jemi një, ti e unë. Ti je unë. Ne jemi të gjithë një, nuk ka ndësi. Kemi vim në jetë për të bërë secili rrugën tonë, për të kuptuar secili mësimet, jemi në një shkollë të madhe ku ti ke ardhur për të mësuar një mësim shpirtëror, ti një tjetër, unë një tjetër etj. Dhe ama çfarë ndodh momentin që ne ndajmë këtë mësim, ne ndajmë që duke kuptuar që nuk duhet të bërë një gjë atij tjetrit, e kupton? Dhe e gjitha kjo çon prapë te përgjigja, nuk ka rregulla. Sepse në momentin që ti ma formalizon edhe kontekstin shpirtëror, ti vazhdon ta shesësh shpirtin. E kuptoj që ka një shkëmbim ekonomik, pa diskutim, se ky është sistemi, po nuk mundemi ne do të shesim heshtjen. Si mund të shitet heshtja? Është personale. Si mund të shitet meditimi? Se nuk mund të shitet, po disa këshilla nga njerëz për shembull që për të orientuar. Po pra për të orientuar. Atëherë ndaje ti pra dijen që ke, pse duhet ta shesësh? Krijo një hapësirë, flas për këto teknika. Do të paguaj qeran edhe ai. Po jo. Jetën kapitalizëm. Atëherë po shesim shpirtin, siç e kemi bënë në gjithë vite. Ori këto ritualet që bën ti janë individuale apo në grup? Janë edhe individuale dhe në grup, po më së shumti unë preferoj ato në grup, sepse e tham, pra ne jemi gjithë një, kështu që. Në çfarë ambiente shoshtrohen? Po në përgjithësi në natyrë, unë I bëj më së shumti në Itali, me thënë jam e çikfile italiane, kështu dhe më pëlqen. Po në natyrë, në marrim në një vilë, po lidhemi gjithmonë me bim që na çojnë te vetja. Nuk janë rituali është fjalë shumë e bukur, edhe pse edhe këtë fjalën e kemi keq përdorur. Tmerrëzuar, domethënë. Keq përdorur në një formë. Ritualet janë me ne të bashkë, me u kujtu që jemi të gjithë bashkë, me kujtu që fuqia jon, ashtu si heroi ynë I dashur Skënderbeu, kur ka thënë tek, thyemi, kur jemi të gjithë bashkë, kemi energji më të madhe.
Dhe ta them edhe këtë me që u kanalizova kot. Ne kemi parë çfarë do të thotë jemi individualist. Pra, ka shumë njerëz aty jashtë që ndihen vetëm, që nuk e gjejnë fuqinë për të besuar, që kanë këtë lodhjen etj. Pse? Sepse duke qenë individualist, kemi kuptuar me sistemin e jetës që ne nuk ja dalim dot vetëm. Dhe në këtë periudhë energjetike ne thritemi që të bëhemi gjithë bashkë, ashtu si u bën bashkë ata që na e morën energjinë, ata që na e blen shpirtin, ata që na krijuan sistemin që ne të jemi të varur, Ne kanë krijuar këtë kaosin ku jemi sot. fix, ashtu dhe ne që jemi zgjuar, jemi të ftuar që të mblidhemi bashkë, të rrim bashkë për një të mirë më të madhe, jo për të nejtë bashkë me i tregu njëri tjetrit kush jam unë. E qartë, po edhe kjo kërkon nivel energjetik. Po, kjo kërkon vetëm një me të ngjashmit e tu. dëshirë për të kuptuar që ti vetëm nuk mundesh, nuk je individualist, je pjesë e një shoqërie. Por i cilat ishin këto bimët që ndikojnë pozitivisht në mirëqenien tonë? Po, bimët na ndihmojnë, janë një lloj ure, se thash përgjithë ne i kemi të gjitha brenda vetes. Unë i kam unë i dashuroj në fakt, këto bimët natyrën dhe bimët nga Amazona në përgjithësi janë gjethe, janë rituale muzikore, janë ndenjen me zjarin, me hënën, hëna është energji femërore, kështu që janë thjesht bim, ashtu si gjyshrit tanë, jam e sigurt që dikur e pinin çajra të ndryshëm që i kemi edhe ne këtu. Për të qetësuar, për të qenë më në brenda vetes etj. Edhe këto bim që vijnë nga Amazona që Këto bim do përdorim për të ndryshuar pak edhe energjinë e ambientit ku jetojmë, se edhe ambienti mbledh energji, jo vetëm trupi. Patjetër. Po të pyes sepse gjithmonë më shumë po gjen vend, ndoshta është edhe trend përdorimi i Palo Santos, i Sherebelës, djegja e tyre. Po, edhe patjetër, po. Sherebela, Palo Santo, Livando, Dafina, Rozmarina, këto janë të gjitha bim që në momentin që digjen, kanë një mesazh shumë të bukur që edhe duke u djegur na japin aromë të mirë. Mendo sa e fuqishme është natyra. Shumë e bukur. Edhe ato na pastrojnë ne, pastrojnë energjinë pikërisht me këtë kod. Pra unë digje dhe nëpërmjet shkatrimit të jap të një aromë të mirë duke marrë një lloj është një lloj kodi si me Jezusin, si me Muhamedit, që unë i qyt çunat. Vë, çunat që na sollën drita. Kështu që nëpërmjet sakrificës çdo gjë që lind vdes. Edhe këto dhe shumë bim të tjera, thjesht na duhet që ta shohim natyrën sa e madhe është. Dhe kur ne të zëm vendin tonë në natyrë, do jemi pjesë e saj, nuk do jemi mbi të. Ne për momentin, kur them ne si shoqëri globale, jemi mbi natyrën. Ndërkohë që na thritet, jemi bashkë me ta. Të kthehemi te Shkemi rrënjët. çik të alkooli se më pëlqeu. Jemi në fund, Më duhet. Alkoolin e kemi në verë. Ftojmë për një gotë të fundjavë. Ishte shumë e këndshme. diskutojmë Faleminderit juve. Ditë mbar, pranverë të mbar, vit të mbar. Amin, gjithë bashkë. Edhe të gjithë bashkë, po kjo është e vërtetë. Faleminderit. Amin. Mirë, kështu Shkëputemi ne? do të dëgjojmë një muzikë. Duhet një ne? këngë. Është pranverë, Sa të zgjohu po diskutojmë pak deshe, për- zgjohuni të gjithë, jemi zgjuar edhe ne. Rikthehemi pas pak, mirëmëngjes.